Aksident tragjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbin jetën dy të rinj shqiptar. Dy të rinj shqiptar, Samira Xheferi dhe Albi Çela, kanë humbur jetën tragjikisht në një aksident automobilistik në Cleveland, Ohio, në 11 nëntor. Lajmi i rënd ka tronditur komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipëri, ndërsa familjarët kanë hapur një fushat në GoFundMe për t'i sjellë trupat e tyre në dhe. Sipas iniciuesve të fondit, Zamira, 27 vjeç, ishte studente e doktoraturës në Cleveland State University, e njohur për përkushtimin, inteligjencën dhe pasionin e saj për kërkimin shkencor, ndërsa Albi, 30 vjeç, ishte në përfundim të studimeve në Cleveland State University Law dhe po përgatitej për provimin e jurisprudencës të fejuar dhe të pandar. Zamira dhe Albi ndanin dashurinë për librat, për dijen dhe për botën e Harry Potterit, e cila i lidhte edhe më shumë për jetën e tyre të përditshme. Miqtë dhe të afërmit i përshkruajnë se dy të rinj të qetë, të mirë dhe të dashur që sillnin ngrohtësi kudo ku shkonin. Humbja e tyre ka lënë një boshllëk të pamat në familjet tona dhe komunitetin që ata prekën me dritën dhe dëmshurinë e tyre, shkruajnë në thirrjen e hapur. Fushata ka për qëllim të mbledh fondet e nevojshme për transportimin e trupave të tyre në Shqipëri, si dhe për shpenzimet e varrimit dhe ceremonisë përkujtimore. Familjarët bëjnë apel të gjithë shqiptarëve kudo ndodhen të kontribuojnë sipas mundësive ose të shpërndajnë nismën për të nderuar kujtimin e tyre.